Këshilli sigurisht ka ndikuar edhe në fikjen e disa vatrave të zjarrit në komunën e Lipjanit. Atje disa ara u përfshin nga flakët. Flakët kanë përfshirë edhe hapësira në fshatin Smallush, ku sipas banorëve zjarri është ofruar edhe oborrit të shkollës. Ndërkaq në terren mbrëm dolën edhe ekipet të zjarrfikësve, dhe sipas tyre situata ishte nën kontroll dhe nuk paraqet rrezik për qytetarët. Komandanti i njësisë së zjarrfikësve në komunën e Lipjanit, Sadri Shamolli, ka bërë të ditur për Klan Kosovën se bëhet fjalë për 2-3 vatra zjarresh të cilat dyshohen se janë shkaktuar nga ndezja mbetjeve nga vetë qytetarët. Po ashtu zjarre mbrëm u raportuan në disa ara të fshatit Vragolit të Fushë Kosovës dhe në Dolc të Klinës. Në të gjitha këto lokacione, zjarret ishin ndezur me dashje në hamulloret e Grurit. E veç zjarreve të kohës së verës, në shumë komuna përfshirë edhe kryeqytetin po shtohen deponit ilegale të mbeturinave. Vetëm gjatë vitit të kaluar janë shtuar mbi 500 vende të ndaluara për hedhje të bërllogut.